Great strides are being made in science, artificial intelligence being one of the most promising breakthrough technologies. This nanotechnology conference will surely make important contributions to the field. Contributions that will benefit directly not only the multidisciplinary realm of nanotechnology, but by and large, science and diplomacy. I have worked in the past as a senior fellow at Harvard University's Belfer Center for Science and International Affairs. There, I acknowledged firsthand, heuristically, the extremely valuable synergies between diplomacy and science. There is irrefutably an inherent value of science for diplomacy. Scientific efforts that bring together communities, building bridges between nations and peoples. Such efforts are of paramount importance as they strengthen the ties between countries. I firmly believe that this week's conference epitomizes these efforts. And there is also a value of diplomacy for science. Diplomatic endeavors that further scientific research through strategic partnerships. History affords legion examples, from the UN's efforts to combat climate change to this week's Congress, which underscores the cooperation between the paramount importance of close cooperation between governments and institutions in order to further cutting-edge research in the crucial field of nanotechnology. Thank you very much to all the participating institutions and researchers for your very meaningful contribution to both diplomacy and science. In particular, please allow me to express my earnest appreciation to NanoAlb and the Academy of Science of Albania, to my good friend, Professor Arben Mercoci, Phantoms Foundation based in Spain, and El Institut Català de Nanociencia y Tecnología in Barcelona, Spain. We must continue working closely together to harness the enormous potential of nanotechnology for scientific progress and ultimately for humanity as a whole. My best wishes of success for the 2024 Nano-Balkan Congress. Shumë faleminderit, the Fat Tumbar. Thank you very much. Muchas gracias, Ambassador. Now it's a pleasure for me to invite the Vice Minister of Health, Mr. Nico Hyka, to address some words for the audience. Përshëndetje të gjithëve, dashur të ripërsëris fjalët e përmendura nga prezantuesit në këtë seksion të parë. Unë fillimisht do doja të mësilla një urim të veçantë të Ministres së Shëndetësisë, zonja Sabana Kusheva, e cila nuk është sot prezente, por më ka porositur që ta shpreh me shumë rëndësi këtë lloj angazhimi që Ministria e Shëndetësisë do të marrë nga sot e tutje. Në fakt ne kemi filluar të punojmë për këtë lloj angazhimi, por është dhe një obligim, sepse shëndetësia ose Nano-Balkan ose nanoteknologjia është e pakuptueshme pa përfshirë dhe pjesën e mjekësisë. I nderuar profesor Mercoci, i nderuar kryetar i Akademisë së Shkencave, i nderuar ministër e Arsimit, i nderuar ambasador, të nderuar pjesëmarrës, të ftuar, invited speakers, kërkues student, të nderuar miqë dhe kolegë. Ndihemi privilegjuar pasi unë në një formë apo në tjetër kam qenë pjesë e NanoAlbit. Ndoshta ajo që në klasat e para, por jam bërë pjesë e grupit kërkimor në fushën e imazherisë diagnostike, e mandej kam qenë pjesë e komitetit organizativ. Tashmë në rolin e zëvendësisë të ndërësisë e shoh nga një plan tjetër dhe bashkëpunimi me NanoAlb për të implementuar në Shqipëri nanoteknologji më duket shumë interesant dhe njëkohësisht sfidues.
Fillesat nuk është të lehta, është meritë e veçantë profesor Merkoçit, i cili e ka nisur këtë rrugtim para 5 vjetësh, me një grup shumë të vogël që e mbështetën dhe besuan në ëndrat e tij, dhe sot jemi në një fazë ku instituti tashmë nuk është më shqiptar, bile të internacional, ku ka një orientim global dhe është një orë ndërkombëtarisht, nëse shohim pjesëmarrësit dhe emrat dhe nivelin e kërkuesve dhe prezantimeve që do zhvillohen apo që janë zhvilluar në sesionet e mëparshme. Sigurisht që më lejoni ta falenderoj edhe në emrin tuaj dhe të gjithë stafeve akademike në Shqipëri, profesor Merkoçin, për këtë përmarrje sfiduese të veçantë, dhe ndonjëherë energjitë që ai demonstron dhe shfaq janë për t'u admiruar dhe unë në fakt e kam thënë gjithmonë. Nanomikësia aplikon nanoteknologjinë për të diagnostikuar, trajtuar dhe parandaluar sëmundjet në nivel nano. Përdorimi materjaleve, pajisjeve dhe sistemet e këtij niveli për të mësuar aplikimin mjekësor janë tashmë realitet. Detyra jonë është të bashkëpunojmë me drejtuesit anual, me kërkuesit shkencor, të gjejmë mënyrat se si të integrojmë institucionet tona shëndetësore, institucionet dhe kërkuesit në fushën e mjekësisë në mënyrë që të orientojmë kërkimet dhe aplikimet e nanoteknologjive në disa drejtime. Tashmë është e njohur aplikimet për trajtimin e personalizuar në medikamente, aplikimin në nanodiagnostik për të përmirësuar imazhe të përftuara nga teknika ndryshme radiologjike, skanografike apo rezonancë magnetike, përdorimi në masë gjëra biosensorëve, aplikimin terapeutik për përdorimin e nanogrimcave për trajtimin e kancerit, terapia gjenetike për rigjenerimin e qelizave dhe çrregullimeve gjenetike, apo mjekësia rigjeneruese ku nanomaterialet përdoren për të nxitur rigjenerimin e indeve. Dhe së fundmi, zhvillimi dhe përdorimi i robotëve ose nanorobotëve, i nanopajisjeve, tashmë është realitet, ku janë ndërtuar qipe apo mikroqipe të cilat bëjnë të mundur lundrimin e ta quajmë brenda trupit njeriu për të arritur të diagnostikojnë, të trajtojnë sëmundje të ndryshme, të cilat në para pak vitesh praktikisht ka qenë një fushë krejtësisht e panjohur. Siç shihet, fushët e aplikimit dhe mundësitë janë të shumta, prandaj në emër edhe një herë të Ministrisë së Shëndetësisë, si institucion qendror politikbërës në fushën e shëndetësisë, politikave që ne angazhohemi për të orientuar kërkimet e profesionistëve të shëndetësisë, institucioneve shëndetësore, të cilat ne patjetër duhet bëjmë pjesë e anual institutit, akademisë shkencave, e mandej të gjithë aktiviteteve që ky institucion zhvillon. Nga ana tjetër, ne do të vazhdojmë të bëjmë pjesë integrale e veprimtarive që anual zhvillon në nivel kombëtar apo ndërkombëtar, dhe ky është një angazhim që siç kundër theksuar ne po e marrim, në mënyrë që ne jo të vetëm të mbështesim personelet akademike apo shkencore apo profesionistë të shëndetësisë të jenë pjesë e këtyre eventeve dhe aktiviteteve, por mundësisht të mbështesim edhe ata financiarisht për ide, projekte që mund të kenë që lidhen me aplikime në fushën e shëndetësisë. Siç kundër theksova, nanoteknologjia në fushën e shëndetësisë ka filluar dhe ka arritje jashtëzakonshme, dhe ndoshta është momenti që ne të krijojmë një ide më të qartë se në cilat drejtime mund të aplikohen në qendrat tona shëndetësore për të filluar veçanërisht për shembull në disa aplikime në fushën e onkologjisë. Edhe një herë unë ju uroj të gjithë pjesëmarrësve, organizatorëve për këtë event mjaft të rëndësishëm, dhe jam i bindur që prezantimet, punimet shkencore do të jenë në një nivel që të justifikojnë të gjithë angazhimin dhe mundimin e bërë nga organizatorët dhe nga të gjithë pjesëmarrësit. Urime dhe suksese. Thank you very much, Vice Minister of Health, for your kind words as Vice Minister of Health, but also as one of the group leaders of NanoHealth and the person who knows what does it mean nanotechnology in medicine. Thank you very much. So again, I'd like to thank very much all the support, the presence here of esteemed ministers and representatives, President of Academy and Ambassador, which means a lot for nanotechnology in Albania in general, and also in general the science in Albania, the support. So thank you very much. We need your support, and we believe that we are going to do great things in the coming years together. Thank you very much for being here today. So in 5 minutes, we'll be ready to start the session. Let's start the preparation. So we'll be here in 5 minutes.